Disa këshilla për të përballuar temperaturat e larta. Fëmijët dhe të moshuarit janë grupet më të ndjeshme ndaj temperaturave të larta dhe kanë nevojë për kujdes të veçantë gjatë valëve të nxehtësisë. Për të mbrojtur nga efektet e dëmshme të nxehtësisë, ata duhet të qëndrojnë kryesisht në ambiente të freskëta dhe të ajrosura mirë, duke shmangur daljen gjatë orëve më të nxehta të ditës, nga ora 11 deri në orën 16. Hidratimi i dur është thelbësor për parandalimin e dehidratimit. Është e rëndësishme që fëmijët dhe të moshuarit të pinë shumë ujë dhe të shmangin pijet me sheqer ose kafeinën, që mund ta përkeqësojnë gjendjen. Gjithashtu, veshja duhet të jetë e lehtë me materiale natyrale dhe ngjyra të hapura që ndihmojnë në reflektimin e rrezeve të diellit. Për mbrojtjen nga dielli, përdorimi i kapeleve dhe syzeve të diellit është i domosdoshëm, ndërsa aktivitetet fizike të rënda duhet të shmangen gjatë periudhave më të nxehta. Ushqimi i lehtë dhe i freskët si fruta dhe perime është më i përshtatshëm për këto ditë. Në veçanti të moshuarit, duhet të jenë të kujdesshëm në monitorimin e shëndetit të tyre duke marrë medikamentet rregullisht dhe duke kërkuar ndihmë mjekësore nëse ndihen të dobët, me marramendje apo të përziera. Kujdesi dhe mbikëqyrja nga familjarët dhe komuniteti janë të domosdoshëm për të parandaluar incidente serioze gjatë periudhave të nxehtësisë ekstreme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.